Muhamet Elmazi nga koalicioni Vlen ka ngritur sot një sër akuzash serioze kundrejt kryetares së qytetit të Shkupit Danela Arsovska, lidhur me pronësin, legalitetin dhe transparencën institucionale të një objekti në komunën e Sarajit. Ai ka pyetur Arsovskën se në çfarë toke është ndërtuar objekti në fjalë, në tokë shtetërore, komunale ose private, nga ku ai vlerëson se po ashtu është pa ndonjë procedurë publike të vlefshme. Sipas Elmazit, po ashtu ka dyshime se kujt i përket realisht objekti. A figuron në dokumentacion në emër të tjetër kujt që të fshihet pronari i vërtet, dhe nëse po, pse shërbimet inspektuese nuk kanë hapur procedurë për detektimin e rrem. Tutje, ai po ashtu i drejtohet Arsovskës duke pyetur se a ekziston ky objekt në planin urbanistik dhe a e parasheh plani i detajuar urbanistik një objekt të tillë në këtë parcel. E nëse jo, kush dhe kur është dhënë leje për devijim nga plani, si dhe a është ajo në shërbim dhe shfrytëzuese i të njëjtit objekt. A është kryer mbikëqyrje inspektuese nga komuna e Sarajit për të njëjtin objekt? A ka lëshuar inspektorati i ndërtimit vendim për rënim apo ndalim? Nëse jo, pse ankesat e shumta nga banorët lokal kanë mbetur pa përgjigje? Zonja Arsovska, para se të vazhdoni të flisni për ndërtimet pa leje dhe mbrojtjen e interesit publik, përgjigjuni. A do flisni për ndërtesat e paligjshme dhe perandorinë urbane të miqve tuaj të klanit të BDI-s? A do të kërkoni vinçha për këto raste, apo do t'i mbyllni syt sepse këto janë të partnerëve tuaj politik? Tutje, Elmazi tha se rrugës, po këto pyetje mund të ja parashtroj edhe Apasjevit, ndërkaq që thekson se koalicioni Vlen do të iniciojë veprim të menjëhershëm për të gjithë inspektoratet ndërtimore ndaj Arsovskës. Ai potencoi se do t'i përdorin të gjithë mekanizmat ligjor dhe demokratik për të mbrojtur interesin e qytetarëve, përderisa kryetarja dhe institucionet përgjegjëse vazhdojnë të heshtin për ndërtimin dhe posedimin e objekteve pa leje të kompanive dhe të personave të klanit të BDI-s.